Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi në datën 22 maj dhe Kisha Ortodokse në këtë ditë na nxit të lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 19, vargu 1 deri në vargun 8. Le ta lexojmë këtë pjesë të librit të Veprave të Apostujve, të komentojmë sipas ëtërve të Kishës. Dhe ndërsa Apollo ishte ende në Korint, Pavli mbasi shkoi në vende më të larta, arriti në Efez dhe si gjeti disa dishepuj tha atyre: A keni marrë frymën e shenjtë kur besuat? Ata ju përgjigjen: Ne as kemi dëgjuar se pas ka frymë të shenjtë. Dhe ai u tha atyre: Me se pra u pagzuat? Ata u përgjigjen me pagzimin e Joanit. Atëherë Pavli tha: Joani pagzoi me pagzim pendimi, duke thënë popullit se duhet besonte atij që do të vinte pas tij, do me thënë Isu Krishtit. Dhe ata si dëgjuan u pagzuan në emër të Zotit Jesu. Kur Pavli vuri duar mbi ta, fryma e shenjtë zbriti mbi ta dhe ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan. Dhe gjithsej ishin rreth 12 burra. Pastaj ai hyri në sinagogë dhe foli lirisht njerëzve 3 muaj me radhë, duke diskutuar dhe duke i bindur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Kjo pra është pjesa që lexojmë sot dhe le ta komentojmë sipas ëtërve të Kishës, duke e parë varg më varg. Dhe ndërsa Apollo ishte ende në Korint, Pavli mbasi shkoi në vende më të larta, arriti në Efez dhe si gjeti disa dishepuj u tha atyre. Pra Pavli shkoi në Efes dhe aty, siç edhe dëgjuam, gjeti disa dishepuj. Dishepuj do me thënë nxënës. Shën Joan Gojarti thotë se Pavli nuk kënaqej vetëm duke predikuar, por kërkonte të shinte nëse besimi i njerëzve ishte i plot. Ai quan pra dishepuj, por ende ata nuk ishin të mbushur me hirin e ungjillit, sepse kishin të paplot besimin e tyre. Shën Irineu i Lionit thot, duke parë këtë varg, se kjo është një provë se besimi mund të ekzistojë në fillim jo i plot, por dal nga dal ai përsoset. Pra, akoma një besimtar nuk e ka marrë të gjithë hirin, sepse është duke kaluar në etapat e besimit. Edhe sot ka njerëz që besojnë në Zot, kanë moral, pendohen, por ende nuk jetojnë në marrëdhënie të plot me frymën e shenjtë ose e kanë marrë hirin e shpirtit të shenjtë, sepse ata nuk kanë marrë misteret e Kishës, siç është misteri i pagëzimit, që është pagëzim në emër të Krishtit ose në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë që na bashkon me vdekjen dhe ngjalljen e Krishtit, dhe misterin e mirosjes, misteri i Shpirtit Shenjtë. Pra, vetëm kur marrim këto dy mistere, atëherë ne marrim ndjesën e mëkateve dhe mbushemi me hirin e Shpirtit Shenjtë dhe është i plot besimi tek neve. Por le të shikojmë tek vargu i 2 ku na thuhet: A keni marrë frymën e shenjtë kur besuat? Ata u përgjigjen: Ne as kemi dëgjuar se pas ka frymë të shenjtë. Komenti i ëtërve për këtë varg është sipas Shënqerilit se kjo pyetje tregon se shenja e besimit të vërtet është prania e frymës së shenjtë në jetën e njeriut. Shën Vasili i Madh mëson se shpirti i shenjtë drejton mendjen, pastron zemrën dhe bën njeriu tempull të Perëndisë. E tha dhe Krishti: Njeriu nëse nuk lind prej ujit dhe frymës, ai nuk mund të shpëtojë. Pra duhet jo vetëm të bëjmë pagëzimin me ujë, por pagëzim me ujë dhe me frymë ose me shpirt të shenjtë. Dhe ky pagëzim bëhet në Kishën Ortodokse. Pagëzimin në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë dhe pagëzimin që është pastaj i përmbushur me misterin e mirosjes ose zbritjen e Shpirtit të Shenjtë te sapo i pagëzuar. Ne as kemi dëgjuar, thon këta. Etri thonë se këta njerëz kishin një uri të pjeshme. Ata kishin dëgjuar për pendimin që thoshte Joani, pendohuni se u afron mbretëria e qiejve, por jo për plotësimin në Krishtin. Edhe sot ka njerëz të cilët njohin fen vetëm si tradit, nuk njohin veprimin personal të Shpirtit Shenjtë që na mëson për Krishtin dhe na bën krishtër, nuk kanë përjetuar ndryshim të brendshëm sepse ata nuk e kanë hirin e Shpirtit Shenjtë. Prandaj pyetja e Pavlit mbetet aktuale. A jeton fryma e shenjtë ndër ju? A keni marrë shpirtin e shenjtë? Pra, nëse dikush nuk e ka marrë shpirtin e shenjtë që është në Kishë dhe jepet nëpërmjet mistereve të Kishës, sidomos misteri i mirosjes, ai mbetet një besimtar i paplot. Prandaj te Kisha Ortodokse
kur pagëzon një njeri me njerë e miros. Pra pagëzimi është pastrim, ndriçim dhe shenjtërim dhe mirosja është përmbushje e këtij pagëzimi. Jemi në vargun 3 ku na thuhet: Dhe ju tha atyre, me se pra u pagëzuat, ata u përgjigjen me pagëzimin e Joanit. Dhe Tertuliani dallon pagëzimi i Joanit ishte pagëzim pendimi, pra Joani nxiste turma që pendoheshin dhe të përgatiteshin me një pagëzim ose me zhytje në ujë në lumin e Jordan, sepse Krishti do të vinte për të përmbushur shpëtimin e tyre. Kurse pagëzimi i Krishtit është krejt ndryshe. Nuk është thjesht vetëm një simbol, është një rilindje me anë të ujit dhe të Shpirtit Shenjtë. Pra, pagëzimi i Joanit përgatiste zemrën, pagëzimi në Krishtit jep birësimin hynor. Edhe sot, pendimi ose thjesht besimi në Krishtin nuk mjafton, njeriu nuk shpëtohet vetëm duke ndier faj, duhet bashkim me Krishtin, një jetë misterore dhe ripërtëritja nga Shpirti i Shenjtë. Vazhdojmë dhe flasim për vargun e 4. Atëherë Pavli tha, Joani pagëzoi me pagëzim pendimit, duke thënë popullit se duhet i besonte atij që do të vinte pas tij, domethënë Isu Krishti. Në këtë varg shën Pavli tregon se Joan Parenste pagëzor ishte thjesht ai që përgatiste ardhjen e Krishtit tek njerëzit, ose më mirë themi hapte rrugën që njerëzit mund të bashkohen me Krishtin. Pra ai bënte pagëzim pendimi. Etrit e kishës, si Shën Agustini thot, Joani ishte zëri, ndërsa Krishti ishte fjala. Misioni i Joanit ishte drejtonte njerëzit e Krishtit, jo t'i mbante te vetja. Edhe sot çdo shërbëtor i Zotit, pra si Shën Joan Parenste pagëzor, duhet i drejtojë njerëzit te Krishti, jo te vetja, jo te egoja, jo te grupi ose fama personale, pra nuk duhet të jetë ai qendra, por qendra duhet të jetë Krishti. Duhet të kemi atë mundësi që kishte Shën Joan Parensi pagëzor, që tha për Krishtin, ai duhet lartësohet, edhe unë duhet të ulem. Dhe vazhdojmë lexojmë në vargun e 5 ku na thuhet: Dhe ata si dëgjuan u pagëzuan në emër të Zotit Jesu. Pra në këtë varg ata u pagëzuan, thuhet, në emër të Zotit Jesu, si në emër të Zotit Jezu Krisht dhe në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë është e njëjta gjë. Shën Cipriani Kartagjenës e përdor këtë varg për treguar rëndësinë e pagëzimit apostolik dhe hyrjes së vërtet në kishë nëpërmjet misterit pagëzimit. Pagëzimi nuk është një simbol, është domosdoshmëri. Vetëm ai që beson dhe pagëzohet në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë do shpëtojnë, thot Krishti. Dhe prandaj dhe Krishti i çovi apostujt të predikojnë ungjillin dhe të pagëzojnë. Pagëzimi në emër të Jesuit nuk ishte vetëm një formul, ishte bashkim me vdekjen dhe ngjalljen e Krishtit, falje mëkateve dhe rilindje dhe fillimi një jete të re. Krishterimi sot nuk do mendohet thjesht si filozofi, ai është një e vërtet, është një mister që të bashkon me Zotin, është një lindje e re, është një identitet e ri, është jetë e re në Krishtin. Prandaj ata që u bashkuan me Krishtin janë krijesë e re. Me pagëzimin fillon një jetë e re. E gjithë jeta e vjetër, pra duke filluar me mëkatin stogjëshor të Adamit dhe mëkatet personale, xerohet kur dikush pagëzohet dhe fillon një jetë të re. Pra, ne lindim në Adamin për vdekur, por rilindemi në Krishtin, pra pagëzojmë në emër të Krishtit, në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, që të fillojmë një jetë të re, që është starti i jetës së përjetshme. Vazhdojmë dhe lexojmë në vargun tjetër, në vargun 6, ku na thuhet: Dhe kur Pavli vuri duar mbi ta, fryma e shenjtë zbriti mbi ta dhe ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan. Në këtë varg na thuhet se, si thotë Shën Ambrozi i Milanit, vendosjen e apostolike të duarve. Pra, që më vonë kjo u shndrua në atë traditën e kishës si mirosje, pra ose konfirmim. Pra, apostujt e transmetonin hyrjen e Shpirtit Shenjtë me vënien e duarve. Por, më vonë, kjo, siç edhe e tham, u zëvendësua me misterin e mirosjes. Pra, me lyer me vajin aromatik, i cili përbëhet prej 40 aromash me vaj ulliri, i bekuar në mënyrë të veçantë të enjten e madhe dhe merret dhe përdoret nga kisha duke lyer të sapo pagëzuarin dhe lyhet në formë kryqi në të gjitha shqisat e trupin
dhe thuhet shenjë vull e dhurat e shpirtit shenjtë. Amin. Në këtë moment, shpirti shenjtë zbret mbi të sapo pagzuarin, ashtu si zbriti edhe kur apostulli Pavli vuri duart mbi ata që u pagzuan dhe shpirti shenjtë zbriti mbi ta. Folën në gjuhë dhe profetizuan. Kjo ishte një nga shenjat e shpirtit shenjtë në kohët e hershme të krishterimit, sepse paganët e shikonin gjuhët si mrekulli e Zotit, dhe sa më shumë njeriu të dinte gjuhë, aq më tepër ai shikoi si një i dërguar i Zotit, pra kishte një dhuratë nga Zoti, prandaj edhe shpirti shenjtë përdori dhuratën e gjuhëve. Kjo dhuratë nuk është zhdukur nga kisha, por këtu nuk duhet kuptojmë të flasim në gjuhë të panjohura pa kuptim, siç bëjnë heretikët, pentikostianët dhe të gjithë, por flasim për gjuhë që fliten nga njerëzit, por që njeriu nuk i mëson duke studiuar ato, po i mëson në ndikimin e Shpirtit Shenjtë. Ashtu si folën dhe apostujt në ditën e Pentekostis. Shën Gregori i Madh thotë se këto shenja u dhanë në fillim të kishës për treguar se ungjilli ishte për të gjithë kombet, për të gjithë gjuhrat. Etrit paralajmërojnë mrekullit nuk janë shenja më e lartë e shenjtërisë. Dashuria dhe jeta e shenjtë janë shenja më e madhe. Mrekullit zakonisht janë për ata që janë si them të dobët në besim. Fryma e shenjtë ende vepron dhe sot, duke ndryshuar zemrat, duke dhënë urtësi, paqe, forcë kundër mëkatit dhe guxim për të dëshmuar Krishtin. Madje edhe dhurata e gjuhëve tham që është sot, ka raste që njerëz të shenjtë kanë folur me një gjuhë të panjohur pa e mësuar atë. Pra, kjo dhuratë e Shpirtit Shenjtë vepron, por ajo kishte si them një veprimtari më të gjerë në krishterimin e hershëm, sepse kërkonte që gjithë paganët të bëheshin pjesë e kishës. Jo çdo besimtar duhet të ketë një dhunti të jashtme të hirit Shpirtit Shenjtë, por çdo i krishter thirret të jap frytet e Shpirtit Shenjtë, dashuri, gëzim, paqe, zemërgjërsi, ëmbëlsi, mirësi, besim, fet përmbajtje. Le të flasim edhe për vargun e 7. Në vargun e 7 na thuhet dhe gjithsej ishin rreth 12 burra. Pra ata që u pagzuan nga apostulli Pavli ishin 12 burra. Etri shohim këtu te numri 12, që është dhe një numër simbolik, simbol të Izraelit të ri dhe vazhdimësisë së misionit apostolik. Pra ishin 12 fiset e Izraelit, 12 apostujt, por dhe këtu 12 burra, pra është një numër plotësie, po dhe vazhdimësie. Zoti shpesh shikon me pak njerëz ose zgjedh pak njerëz për transformuar shumë të tjerë. Zoti nuk ka nevojë për sasi, Zoti do cilësi. Kjo pra është edhe këndvështrimi që ka kisha. Kisha nuk i thret njerëzit si turm, as si shifra, po i thjesht si persona, dhe cilësia shpirtërore është shumë e rëndësishme se numrat. Kjo pra është ajo çfarë ne shikojmë në kishë dhe duhet ta kemi parasysh. Ne nuk duhet të riqemi nga turmat, por nga personat të cilat thirren të pagzohen në emër të Jesu Krishtit, mbushen me Shpirtin e Shenjtë dhe bëhen instrumenta të Perëndisë për përhapur ungjillin tek të tjerët. Dhe në vargun 8, që është dhe vargu i fundit për sot, ne lexojmë ku na thuhet: pastaj ai hyi në sinagogë dhe foli lirisht njerëzve 3 muaj me radhë, duke diskutuar dhe duke i bindur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Në këtë varg thuhet që apostulli Pavli, mbasi bëri këtë mister të pagëzimit dhe të mirëosjes ose të zbënies së duarve, foli lirisht duke bindur për mbretërinë e Perëndisë. Pra, Pavli nuk imponon, por arsyeton, bind dhe dialogon. Kjo tregon se besimi krishterë nuk është kundër arsyes. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, besimi është për te arsyes, po jo jashtë arsyes. Dhe po të mësojmë besimin e krishterë, ai shumë i arsyeshëm, i logjikshëm, edhe pse e kalon arsyen. Ungjilli sot duhet shpallur, siç e shpallet edhe Shën Pavli, me guxim, me urtësi, me durim dhe me dashuri dhe pa imponim njerëzve. Duhet kemi një debat që është një debat, si them, i lirshëm, pa imponim, por jo një debat që është pa dashuri, që prodhon më shumë krenari. E vërteta me dashuri sjell shpëtim, kurse një e vërtet e imponuar në një farë mënyrë mund të sjellë më shumë largim se sa afrim me Zotin dhe dëmtim se sa shpëtim të një person i cili nuk e njeh besimin dhe neve përpiqemi t'ia themi atë. Duhet të mësojmë sipas praktikave të apostujve, të etërve,
që të përhapi mungjillin me dashuri dhe brenda lirisë të atyre që duan të dëgjojnë. Prandaj të dashur më Krishtin dhe miq, duhet të kemi parasysh se etrit e Krishtit na mësojnë këto 3 faza të jetës shpirtërore. Është pendimi, pra ne kuptojmë se jemi fajtor, por fajet tona falen vetëm duke besuar në Krishtin, dhe duke besuar dhe u bashkuar me Krishtin në misterin e pagëzimit, ne marrim edhe veprimin e Shpirtit Shenjtë. Krishterimi nuk është vetëm një moral, nuk është një traditë apo dije fetare. Krishterimi është jetë në Shpirtin e Shenjtë. Siç thotë Shën Serafimi i Sarovit, gjithë qëllimi i jetës krishtere është të mbushemi me Shpirtin e Shenjtë. Dhe siç tham, në praktikën sot nuk duhet të kemi një fe të jashtme, thjesht me tradicion, me disa dije të paplota, por një jetë të brendshme në Zotin. Duhet të jemi të penduar realisht dhe duhet të marrim misteret e kishës, të pagëzimit dhe mirësisë dhe të jetojmë të rilindur në Krishtin. Dhe e fundi që mund të themi është shenja më e madhe e mrekullisë së Shpirtit Shenjtë nuk është spektakli fetar, pra nuk janë dhuratat, por është dashuria, shenjtëria, porosia dhe bindje ndaj Krishtit. Kjo tregon se një njeri është i mbushur dhe jeton me Shpirtin e Shenjtë. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, për takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.